إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri Allahut, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke i shoqëruar me komente dhe shpjegime të dietarëve të muslimanëve. Jemi në vazhdon e haditheve të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij El-Adabul Mufrad, të cilin libër e ka veçuar me hadithe dhe transmetime nga të parët e muslimanëve në mënyrë që të jetë një lloj udhëzimi ditor, javor, mujor dhe vjetor për një besimtar të mirëfillt i cili ndjek sunetet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratën e hutbës së fundit morëm disa prej haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si duhet besimtari të kërkon bereqetin dhe mos kërkon vetëm mallin. Pra të jetë ai i cili e lyp edhe halalin edhe bereqetin, nga se bereqeti është ai i cili e shton pasurinë dhe e bën edhe më të levërdishme. Pastaj Imam Buhariu ka sjell një varg hadithesh të cilat kanë të bëjnë me të jetuarit në shkretin, të jetuarit në vendet të cilat quhen bedawa apo budu apo arabia, ka të bëjnë me diçka e cila nuk na përket neve, ka të bëjnë me jetën e bedawive të arabëve të cilët kanë jetuar në përshkretira. Edhe do t'i kalojmë këto hadithe për shkak se nuk ka të bëjë me neve, nga se nuk jeton shumica e muslimanëve sot nuk jetojnë në përshkretira e kështu me radhë. Pastaj ka sjell një hadith të një transmetim të cilin e ka titulluar Imam Buhariu babun men ahabba kitman sirri wa an yujalisa kull qaumin faya'rif akhlaqahum. Thot Imam Buhariu kapitull ai i cili dëshiron që mos t'i përhapën sekretet, mos t'i përhapën fjalët, mos t'i përhapën gjërat të cilat bëhen në mexhlis. Pastaj ka thënë dhe të ulet në mexhlis me njerëz të cilët dëshiron t'u adin akhlaqët, t'u mëson karakterët. Pastaj ka sjellë një transmetim nga njëri prej tabiinëve, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abd, i cili transmeton nga Omar ibn Khattabi radhiyallahu an. Thot Omar ibn Khattabi dhe një njeri prej ensarëve kanë qenë të ulur në një mexhlis. Dhe ka ardhur ky Abdurrahmani, i cili ka qenë nga tabiinët, pra njerëz që e kanë pa vetëm shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe nuk e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wasallam, dhe ka ardhur u ka ul te mejlisi i Omerit radhiyallahu anhu wa ardhah. Fa qala Umar inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana. I ka thënë Omeri radhiyallahu an, ka thënë ne jemi njerëz të cilët nuk dëshirojmë që fjalët e tona na i bar dikun tjetër. Pra nëse ulesh me neve, mos i baj fjalët e tona andej e këndej. Nëse ulesh me mejlisin ton, mos i bart llafët e kështu me radhë. فقال له عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. I ka thënë o prisi muslimanëve, o prisi besimtarëve, nuk ulem me mezhlise tjera që t'i baj llafët une. Pra ka dash me pastru vetën. Pra nuk jam mbi aty në njerëve të cilët ulen me një mezhlis, marrin fjalë, çojnë mezhlise tjera, fjalë të tjera. Faqala Umar bala. I ka thënë po. Fajalis ulaik hadha wa hadha. Ka thënë ulu edhe me ata edhe me këta. Nuk ka problem ul me ata musliman edhe me këta musliman. Wala tarfa hadithana, ama mos baj fjalë. Shiko sa shkurt e qartë mesazh i prerë nga Omar ibn Khattabi radhiyallahu an. Ka thënë bela jalis,
Jo, ka thënë, rriti me ta, kuvendo me ta, ullë me ta, ama fjalët mos i baj. Pra muslimani ka mundësi mu ullë me musliman të ndryshëm. Dhe kjo nuk i bje se ti ullë me ta, e ta shë ullë me këta, e njerëzit që i ka nda musliman në grupe të ndryshme, dhe mendojnë se kjo e knaqë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dërko që shikosh që i ka thonë me Khattabi, jo, ti rri me këtë musliman, wala tërfa hadithena. Ama qka dëgjon këtu, mos shko mi baj të këtë tjerët, dhe ana sjeltas. Atëra, thumma qale l'insari, men të rën nëse jakulune el khalifetu ba'di. I ka thonë ati Ensariut, i ka thonë Omer Khattabi, ka thonë qka flitët të kënjërzit, masit vdes une, kanë mendoj njerëzit se ka me qenë khalife. E për bisedës së lirë, jo që kështu caktohet khalifja, mirë pa Omer Khattabi ka dash me di qëfar mendoj njerëzit për njerëzit. Ka thonë qka janë të fol njerëzit për kanë mendojnë se ka me qenë khalife pasit të vdes une. فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا. Dhe kjo Ansaria thot, i kam ngu njerëz të thonë se mundet më kon filani prej muhajirve, jo prej ansarve. Thot dhe nuk e përmenu Aliun radiallahu an. Fa kale Umaru, e Umeri ka thonë radiallahu an, fa malehum ani Abil Hasan. Ka thonë qka puna njerëzve, pse se përmenin Aliun radiallahu an, pse nuk e përmenin Aliun radiallahu an. Fa wallahi innehu le ahrahum. Ka thonë Omer Khattabi, pasha Zotin e madh, njeri ma meritor për me qenë khalife pas me është Aliu radiallahu an. Me gjithë se pas Omerit du ka bo Uthman ibn Affan radiallahu an, mirë po ka dash me tregu vlerën Omer ibn Khattabi radiallahu an. In kana alejhim en yuqimahum ala tariqatim min al haq. I ka thonë Omer Khattabi, vërtet nëse bëhet khalife Aliu radiallahu an, a i do t'i vendos në rrugën e vërtet njerëzit. A i do t'i vendos në rrugën e vërtet. Këtë transmetim e ka sjell Imam Bukhariu rahimahullahu ta'ala nga Omeri dhe ky tabiini. Për çfarë? Për të treguar disa prej meseleve. Mesela e parë, çfarë është? Është ndalimi i bartjes së fjalëve, dhe kemi marrë në hadithe të veçanta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qattat. Ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk hyn xhenet qattat. Çka është qattat? Ka thënë ai i cili bën fjalët, ulet me tre veta, i ngon ato çka folën, shkon ato katër, thotë valla ato muhabetin e juve bajshin. Shkon pasaj te këto, thotë valla te këto e bajshin muhabetin e juve, u ashti fitilin në dunjaja. Kështu ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk hyn xhenet ky njeri. Ka thënë dietarët, nuk hyn xhenet, e ka për qëllim nuk hyn xhenet nëse o besimtar pa u dënuar. Andaj bartja e fjalëve është e keqe e madhe. Andaj ka ardhur transmetime se e bën punën si hirbazit. Po më për këtë arsye këtë hadith e ka sjell që besimtari ta merr një shembull praktik nga Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, i cili ka thënë la tarfa hadithana, mos i baj fjalë. Nëse do ulu, s'ka problem, ama mos i baj fjalë. Tjetra, Omer Khattabit kur i ka thënë ky njeriu, ja unë nuk i baj fjalë, unë ulem nuk i baj fjalë, ka thënë unë nuk ulem me ata të tjerët. Omeri shiko, nuk e ka marrë këtë ekstremën e këtira. Ka thënë jo, nuk thash mos më ul. Shiko, sa preciz ka qenë, sa i përpikt ka qenë. Jo, nuk thash mos më ul. Nuk thash mos më ul me musliman të tjerë. Fjalët mos i baj. Jalis haula, hadha wa hadha. Ka thënë ani rriti edhe në këtë kuvend edhe në atë kuvend. Ulu edhe me këta dhe me ata derisa janë musliman. Mirë, po mos i baj fjalë. Pra nuk i ka thënë Omer Khattabi, ti mos u ul me ata. Jo, mos i baj fjalët. E keqja bartja e fjalëve. Andaj shiko Omer Khattabi radiallahu an, e ka mësue këtë tabiinin, ka thënë nuk është meselja mos më ulti me njerëz, po meselja mos më baj fjalë. Dhe kjo ka qenë traditë një orë në mesin e njerëzve. Gjithmonë njerëzit janë këta njerëz të cilët pavarësisht domethënë rrethanave dhe kohrave, njerëzit kanë vujt nga bartja e fjalëve, dhe jo rastësisht kanë ardhur edhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra që kanë dhënë dietar nga ky transmetim i Omer ibn Khattabit radhiyallahu an, se Omer Khattabi ka qenë i qartë, ka qenë i drejt për drejt, pa e lëndu njerin. Mirë, po ka qenë drejt për drejt, nuk ka pas të ajtë tërthorazi, s'ka pas ajtë taj me të asil pështel. Jo, i ka thanë, la tërfa hadithena, drejt për drejt, mos i baj fjallë të tona. Qiko, ma drejt për drejt se kaq. Njerëzit sot për shemë, mos i thu drejt për drejt, i dhënohë, thot, u dash pak me masil. Omer Khattabi ka qenë drejt, këta nuk e du, ullu, rrime neve, veç mos i baj fjallë.
Kjo ka qenë nga transparenca Omer Khattabit. Dhe Omer Khattabi ka folë kështu dhe me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me edep, me edukat, me respekt. Mirë po, e ka shpreha çka ka pas shpirt. Një ditë për ditëve e ka përgëzuar me xhennet Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu pejgamberin alayhi salatu wassalam nëpërmjet Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka kallëzuar, ka thënë Omer, wallahi e kam dëgjuar pejgamberin sa duke thënë për ti se je xhennet li. E ka kapë, ka shkuar Omer Khattabi, ka thënë mos i kallëzo kërkujna, mos fol kësi muhabete. Pse? Ka qenë drejt për drejt. Ka thonë kjo ban fesad, njerëzit ky xhenat, ky kana ki me dekret, ky pa dekret, ky kana me vul, ky pa vul. Edhe kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë Ebu Hurajra, unë i kallëzova kim përmbledhi mu, ky më çortoi dhe më kritikoi. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha Omer, unë i kam thënë. Atëri tha ja Rasulullah, mos ju thuj. Shiko sa i drejt për drejt. Andaj njëra nga cilësitë e Omer ibn Khattabit që ka qenë, nuk ka pas të hajë tërthorazi, si ka bo kërkujt lajka. Një ditë për ditë e pejgamberi alayhi salatu wassalam e vet Omerin radhiyallahu an, thot o Omer, kanë do mas shumti, kanë do mas shumti. Ndërkohë që pejgamberi sa përpara ka thonë wallahi ya Rasulullah, e du vetën mos ani tije. E du njerë vetën mos ani tije. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ban kështu. Kjo i mani dopt. Duhet më ngrit lartë me mdasht mu mas pari më sanena vetë vetën. Atare mas një kohë Omer Khattabi thot ja Rasulullah, tash ti du ma shumë se sa vetë vetën. Mi por shiko këtë drejt për drejt transparencë, me na pas vetë neve vallahi ja Rasulullah, du ti ma shumë. Neve me na vetë përshim, a e do islamin ma shumë se ketë? Po islamin po ma shumë se ketë. Ajde jepi një dinar vallahi. O pse e rrejnë vetë vetën? Kalë zë drejt, qatë sa e do. Ti shpreso me dash manalt, ama ka zë qatë sa e do. Anda shiko meri Muhammedit alayhi salatu wassalam i ka thonë vetën e du, masan e tije. Drejt. Nuk i tha për nësam qish mund është ti kështu, a nuk e di se nuk a, ja, tha nuk, so mirë, tha kjo Omer Khattab. La, ja nuk ban kështu. Ata Omer Khattabi ja regulloj vetë vetën dhe e përmisoj. Andaj njëra nga cilësit, me zise tani nuk kemi të cilësia Omer Khattabit, mirë po nga ky hadith, apo ky transmetim marim qfarë? Se muslimani është i drejt për drejt. Kalzon, qatë që e ka bohe? Dhe kjo është natyra e pastër dhe si ne ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala tek njerëz. Pastaj ka përfundu këtë kapitull dhe ka hap një kapitull tjetër Imam Bukhariu, dhe si ne ka quajtur babun at-ta'uddatu fil umur. Kapitull, dhe ka si një varg hadithësh, kapitull që ka të bëj me qetësin dhe durimin dhe maturin dhe përmbajtjen e nefsit në gjërat e kësaj bote. Pra, njëra nga cilësit më të lartat pejgamberëve ka qenë sabri, durimi. Allahu shpesh në Kur'an thot inna Allahe ma'as sabirin. Allahu është me durimtarët. Allahu nuk i do njerëz që ngutën. Wa khuliqal insanu min ajal. Allahu kur e tregon në Kur'an se insani në përgjithësi që ban gabime është i krijuar pit gutmës, pit nxitimit, kur ai ngutët shpejt dhe ban gabim. Ndërsa njeri i cili o i mat, i durushëm, i përmbajtshëm, i frenuar, kjo është cilësi e lartë të ai. Kjo cilësi ka qenë të pejgamberët e Zotit alayhimus salatu wassalam, ka qenë e kompletuar te Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe pastaj ka qenë e shpërndar si cili çka ka dhënë Allahu xhelalu izën prej njerëzve të thjeshtë. Andaj tani do të sjell disa hadithe dhe transmetime, disa nga pejgamberi alayhis salatu wassalam e disa nga të tjerat, si duhet besimtari me qenë i matur, i kujdesshëm në gjërat të cilat e ballafaqojnë me jetën në këtë dunja. Thot Imam Bukhariu, babun at-ta'udda. At-ta'udda prit pak, prit ta menoj mirë, ka dale, me maturime e boni punë, që kjo ta'udda. Në çështje të ndryshme. Dhe pastaj ka sjell disa hadithe. Je ka nisë me një transmetim të Hasan al-Basriu, rahimahullahu ta'ala, i cili Hasan al-Basriu ka qenë tabiin, i ka takuar dikon 500 sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe llogaritën nga tabiin e lartë që transmetojnë edhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basriu e transmeton hadithe, e tregon ngjarje të cilat i ka shpjeguar her pas here në shpjegimin e librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ngjarjet janë 1/3 e Kur'anit. Allahu xhelalu ala shpesh tregon ngjarje në Kur'an për ti forcu besimtarët. Andaj ngjarjet janë gjëra të cilat edhe janë të lehta për tu kap, edhe janë të
qarta nga se ka të bëjë me një ndodhi të caktuar dhe jesin në mendje mësimet e asaj ngjarje. Andaj ka nis para hadithe me këtë ngjarje. Babul at-ta'uddatu fil umur, kapitull maturia, frenimi dhe të vepruarit ngadalë në çështje të ndryshme. Dhe pastaj thot, ka thënë Hasan al-Basriu, ka qenë para juve një njeri, një burr, tufi, ka ndru jetë. Taraka ibnan lah wa maulan lah. Kur ka vdek, e ka lanë një rob edhe një djalë. Në të kaluarën kanë ekzistuar robt, hizmeqar, robi edhe zotnia. Zotnia e ka pas të drejtën me urdhnu robin çka të dëshiroje dhe aja ka kry punën me mundësive. Dhe aja ka pas obligim, robi ta dëgjon. Këtu robria është për qëllim robria e kuptuar njerëzore, jo ajo robria që është ndaj Zotit te bareke ve teala hinore. Thot, e la një djalë edhe e la një rob. Fa ausa maulahu bi binihi. Pak para se me vdek, e porositi robin e vet, tha këshir ma djalin. I tha ki njeriu, tha kujdesu për djalin tem, se s'ka ti tërkan, kujdesu për djalin tem. Fa lam ya'lu hatta adrakahu wa zawwaja. Kur ndrojet baba, matëm vetëm ky robi, edhe mat kush? Mat djali. Atari i thot, nëse ka mundësi me kur pjekët e marton, pjekët ky djali dhe e marton. Atëre kur bëhet ky djali për martes, dëshiron me kërku ilmin. Thot, unë po du me mor rrugën e ilmit, po du mu ba hoqët i shariatit Allahu subhanahu wa taala. Edhe merr rrugën. Nisën, në të kaluarën gjithmonë për të ba dietar, ka qenë një kurzuar që të rrugtohet, për shkohet kërkimi tek ilmi tek dietarët që kanë qenë në vende të ndryshme. Dhe shkon tek një dietar dhe merr ilm. Edhe i thot ky dietari, atë ditë që do me u kthi në shtëpi, kallzom që ta talani vasijet. Edhe i vjen dita mu kthi nxancin në shtëpinë e vet. I vjen dita nxancin mu kthi në shtëpinë e vet. Thot, sot du mu nis në shtëpi. Atari thot, allimni, kallzom çka pate me mësu për fund. Atëra i thot ki dietari të cilin ka marrë mësim ki nxancit tek ai. I thot, ittaqillah, tutju Allahut, wasbir, ban sabër, wala tasta'jil, edhe mos u gut. Çto tri cilësi, çto tri vasijete, çto tri porosia janë. Maskita ti ilmit të madh që e ka marrë me muaj dhe vite, i ka thënë mos haro çto të trija. Tuti Allahut, ban sabër, mos u gut. Nëse ti kjo mos u gut na e kemi çash kapitullin. Kthehet tek vendi vet. Thot Hasan al-Basriu rahimahullahu taala. Thot dhe në këtë vasijet ja ka dhënë këtë hajrin që ka mundet me ia dhënë njëri dikujt. Cili është hajri? Ka thënë tutju Allahut. I gjithë libri Allahut është tutju Allahut. Pastaj çfarë ka thënë? Wasbir, sabër, sabër. Andaj çka kemi thënë? Jeta o sabër, jeta o durim. E koritmja, edhe mos e koritmja e ka një fije të vogël, ajo sabri. Sabër, ka dal durim. Wala tasta'jil dhe mos u gut. Mos nxito. Ajo babu ta'udda, ngadal. Thot Hasan al-Basriu, në këtë testament, në këtë vasijet, në këtë mesazh që ja dha ki dietarit nxancit të vet, i cili po kthehej te familja e vet, thot ja dha krejt mësimin që ka mundet dikush me ja dhënë dikujt. U kthi te shtëpia e vet, edhe thot zakonisht kanë mri natën, edhe futet natën, edhe e lën devën e vet, edhe hin shtëpi. Kur hin shtëpi, me një dhomë ka qenë bashortja e vet, diku tjetër në shtëpinë e vet hizmeqari. Mirë po hizmeqar në atë vakt janë kanë njerëz të cilët e kanë shirë punën e vet. Dhe fillon me i vlu gjaki. Ka kod gat, se ka ditë kisha të flet aty. E ka pa një burt huj në shtëpitë vet. Fillon me i vlu gjaki dhe me i vlue. Edhe atëherë i vjen në mend fjala e hoxhës pak para se me e përcjell. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Tutju Allahut, ban sabër, mos u gut. Shkon te devja e vet. Ha? E merr shpatën.
kthehet të njeri, e këshirë për mikrije. Ky mendon se ka ardhur dikush me bën zina me gruën e vet, është duke ja cenu dikush nderin. Allahu na rujt dhe i rujt familjet e muslimanëve. E merr shpatën edhe i kthehet fjala e hoxhës vet kur e ka përcjell në amanetin e fundit, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Tuti Allahut ban sabër mos u gut. Atëra hin dhom del prej dhome. Edhe tretën herë e nin ki çohet bi xhumit. Kur çohet bi xhumit e shef se është çfarë? E shef se është ai robi, ai izmeçari i vet që e ka lënë baba i vet. Se s'ka post boj as me zina as kur gjo. A e janë bo pjesë e familjes ata. E ka qenë pjesë e familjes. Atëherë i drejtohet, kur ngritet kam, a i e qaf zotnin e vet. E për qafon, thot kanë e këthije prej udhës që e ke shku me murë ilm. Atëherë i thot, a mund është me më kallëzu, qka ke murë ilm, se e kanë këtë gatë në ilm. Kërkim ilmi, thot, qka ke mësue gjatë këtë kohës, na për cjellë dhe neve na e komuniko këtë ilm. Ata i thot, pasha Zotin e madh, ku mësue ilm dhe ka mësue khajr të madh. E ka marrë një ilm të madh. Ka thënë, asabtu wallahi ba'daka anni mashaytu al-layla bayna as-sayfi wa bayna ar-ra'si ka 3 mirar. Ka thënë, pasha Zotin, ilmi më ka mësue punë të mëdha. Hoxha jem ka mësue punë të mëdha, dietari që jam kon te ai ka mësue punë të mëdha. Ka thënë, ma e madhja prej atyre është se unë 3 herë sot jam sill në mes kokës tane dhe shpatës teme. 3 herë. Ka thonë, fe hajezeni ma asabtu min el ilmi an qatlik. Ka thonë, mes goditjes në qafë tane dhe shpatës time, o kanë vasijeti hoxhës, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Tutju Allahut, ban sabër dhe mos u gut. Ka thonë, çto 3 fjali ta kanë pështu kryen. Çto 3 fjali ta kam pështu kryen. Pse e ka sjellë Imam Buhariu këta? Për ta vërtetuar këtë kapitull. Për ta vërtetuar këtë kapitull se ne ka transmetuar nga Hasan al-Basriu. Andaj këtë kjo ngjarja i bretit cila një djalë i ri u martu dhe ka shku ilme kërkue. Kthehet në familjen e vet dhe gjeni dyshim. E gjeni gjën dyshim. Apo, dhe kjo i ka ndodhur edhe hoxhës Imam Malikut. Kur e ka thue baba e vet, edhe nana e vet, djalin e vet me mësue. Kur janë këthi mas 20 viteve, e ka gjetë një djalë të huj në familjen e vet, tërko që e kon djali i vet. Dhe kjo ngjarje të ndryshme ka pas në historinë e muslimanëve, se kanë esë në për tokë dhe janë këthi mas shumë viteve. Kur a këthi ky njeri, çfarë ka gjetë? Shikoni të ndëruar xhamat. E para, çdo gjë e dyshimt, nëse i gjuhët dritës e ilmit, ajo sqarohet. Andaj ka thonë ki hoxha, une ka me dhanë tyje një vasijet pak para se me shkuti të shpia. Se ilmi o i gjanë, ilmi o i madh, libra ka shumë, ilm ka shumë, ama ka me ta dhanë rezumejen. Se se një ma men krejt, nëshmi majtë pak men. Apo, njerëzit i majtë pak men. Rezumejen e ligjeratës me majtë men a bol. Se se në ma ti krejt men. Ata të se të specializojnë regull, ama ti se në ma këtë men. Andaj shfar i ka thonë shiko, qatë ditë që shkon në shpi edhe i përfundon studimet, kallxon të ta jap një vasijet që i bie çfarë? Se ilmi do të më marrë në rezume. Ti s'u ne ma men krejt. Sa njeriu dëgjon ajete dhe hadithe, nuk i ma men. Çfarë do të më marrë? Rezume. Që kjo kanë ndaluar. Mos nxito, kjo kanë rezumeja. Ban sabër, kjo është rezumeja. Ekso marat. Tutju Allah, kjo rezumeja. Andaj duhet ta marrim për mbledhjen, ta shtrydhin më të mirën të ilmit. Kjo është e para. E dyta, shiko, është kthit e shtëpia e vet, edhe e gjendjen e dyshimt. A kjo me një dhomë, gruaja e vet, në dhomë tjetër, meqenëse me një shtëpi, e gjen një rob. Njeri të flet, nuk e di kush ka. Apo, edhe çka ban? Thotë shkoj ta marr shpatën. Edhe kthehet. Shkoj ta marr shpatën, edhe kthehet. Kitë që kjo luftën mes shejtanit, nefsit, gjakit, temperatura, çka e ka qetësue? Thot, mu kujtoj ke hoxha të më thonë, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Ja ka thonë, pak para se me e përcjell. To e përcjell, nxansën i ka thonë, tutju Allahit, ban sabër, edhe mos u gut. Thot, mu kujtoj ke kjo. Shkoj që atë kafsha, e mirë që shpatën, ktheva këtu. Apa dil që jashtë.
Nga kjo e marrim në mësim të ndëruar xhamat. Në çdo shybe, në çdo gjë dyshimt, çdo gjë e cila so e qartë, çka dush me bë? Ndalo pa. Ktheu qartësoje, ktheu te ilmi, prit pak. Apo Omar ibn Khattabi e morëm në hadithet e kaluara, në vitin e thatësijës, të cilën kishte marrë për masa të mëdha thatësia. Kur e ka zonë dikan të vjedh, i ka thonë hatë shko, se i lirje, se ti për buk i vedh. I ka largue penaltit, i ka largu ndëshkimet në vitin e thatësijës. Pse? Po njerëzit nuk janë të vedh këtu më për luks, e të vedh me hangër buk, e dyshimta. A dhe ka thonë Omar Khattabi, idra'ul hudude bi shubuhat, mos i zbatoni ndëshkimet kur ka mjegëll. Ka dalin në të heket mjegëll, në dalit dili, në qartësohen gjërat. Edhe ka pezullua dhe zëqatin që u ka morë njerëzve. Dhe ku me ja morë zëqatin e njerëzve s'kanë me hangër buk, kanë sikletet e veta. Andaj mësimi i dy që e marrim nga kjo çfarë? Besimtari duhet qetësohet, duhet ka dale pak me prit. E ka mundësi me bo zullum në të agjele. Ka mundësi njeriu t'i vlon gjaki, sikur që plot për njerëzve i vlojnë gjaki. Ka dale pak prit, qartësoje. Sa prej gjërave të ti duken qashtu, nëse i kështë qartësue, nëse i kështë pa mirë që shopuna, kështë me dale kundërta. Kështë me dale kundërta. Sa raste ka ndodhë në historinë e muslimanëve, që njeriu për shembull ka menduar ndryshe, i ka dalë ndryshe. Ka ardhur Dimadi radhiyallahu anhu, i cili para se më kanë musliman, ka ardhur si rukëxhi te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe ka thënë, më kanë gjua arab me të frinë, se ti je i smut. Para më no, i smuti ka ardhur me frinë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sikur që ndodh plot pit smutëve, që po ndodhe plot pit smutëve, po dojnë mi frinë musliman. Apo janë pik me godit muslimant, islamin, shamiën. Për çfarë arsye? Njerëzit të cilët s'kan kurfar vlere, me i mësu njerëz me vlera. Njerëzit të cilët nuk thrasin në asgjë, në kurgjë, në devijim, në degradim, ata po dojnë mi frinë. Sikur që ka ardhur ky njeriu, i cili normal në fund apo sahabe, i ka ardhur te Muhamedi sa më ka thënë, po du me të frinë se kishe problem me xhinë. Edhe i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a prat pak ti unë të foli, mos anë ti frim. A prat pak unë të kallzoj diçka, mos anë ti frim. Hajde të fol. Shiko këto dakikat e sabrit e kanë kthy njërin veti. Ata kanë nis pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ja ka prezantuar islamin, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Da ja kanë arabe, ka marrë vesh. E ka kuptuar këtë çka po flet. Ka thënë aid alayya. Hajde një herë. E ka kthy për zdyti. Hajde një herë ka thënë për këtë. Atër kur përstajt i ka thanë, pasha Allahun e madh këtë na e na të smut, ti e ishtë nosh. Pasha Zotin e madh këtë na e na të smut. Ku mundet njeri që to mi thanë që të fjallë, ku i ke morë këtë fjallë? Andaj e ka dëshmu e shhedu e la ila ila shhedu Muhammed Rasulullah. Mos ngutia, mos në ka thale prit. Dëgjojnë, adhe që ka thane sem, ngojëm, qësë të pëlqem, Mus'ab ibn Umejri radiallahu, kur ka shku në Medine, me ba davet, kanar do pagan, ka thonë, dil për këtu, largojo për këtu, mos na i copto njerëzit, mos na i prish të rit. Ka thonë, dëgjë, ka me të kalzuri qka, qësë të pëlqen, largohem, që të pëlqen, mere. Me minuta janë, dakika, prit sabër. Andaj, në shumë gjëra, ku janë dyshimta, janë me shibe, prit pak, ka mu qërësue. Nuk la diçka Allahu gjelluala pa qërësue. Nuk le Allahu subhanahu wa ta'ala pa qërësue. Andaj, Zoti madh te bareke ve teala na mëson nëpërmjet këtyre ngjarjeve, sikur që ka transmetuar Hasan al-Basriu këta, që besimtarët duhet të kanë kujdesshëm. E dyta, e treta, mësimeve. Shiko, tri porosit. Ja ka thënë të e përcjell. Ka thonë që kur shkosh ka shtëpia, kallzom. Tu të përcjell, kam me thonë diçka. Pse i ka thonë tu të përcjell? Se njeri kur e mamën kur e ka shlu venin, e ka shlu një vend, e ka lënë atë vend gurbetit, edhe o këthi shpit vet. Çat momente, mamën, thot që këtë datë janë pas kthipja atë ditë. E në ato momente menja o ma e kthjellt, ma e qartë, i merr informatat ma mirë, andaj edhe ja ka prit hoxha momentin për me ja thonë fjalën. Andaj duhet me gjetë momentin. Ti mundesh me fol sa dush, pa sa do të nguhe. A ti mund sa dush me thon. Apo sa njëri për shembull ti i flet thot, as kam nguhe bile. Dhe ka njëri plot, sa njerëzi e shkon me vite të tëra në xhami, në xhumo, shkon e vjen si mos më shkuë. Apo argument si mos më shku se nuk ja lëshën kur gjë.
As ajet, as hadith, as analuvasri, as kur gjoj e. Pse? Se du të me gjitë momentin. E aj se ka pru vetë në moment, apo e dikush se ka gjitë momentin. Andaj, shiko kjo që ka thonë, ku të shkoj në shpi, qatë ditë kalzopa, se du me të thonë një fjallë. Duhet mu gjitë momenti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e prit të momentin diçka me ja thonë dikujna. Një ditë për ditëve e pa një gruje, e kishte hupe vladin e vetë. Edhe moment e gjetë. Kur e gjetë e mur nga të vetit e pe qafë shumë, se e vladin e do në ana e vetë. Atër të pejgamberi me shfrytëzoj këtë. Shiko, moment. Tha, këshyrë në qëta. A beshimni që ka gjetë gjallin e vetë? Po. Tha, Allah e do robin ma shumë se kjo nana gjallin e vetë. Moment është ajo. Nuk i hup për dit dikujt fëmija. Njëherë i hup, pejgamberi sa më të e qafë nana e vetë, djallin e vetë. Tha, këshyrë. Allah o ma i më shirë që më për robin se sa nana për djallin e vetë. Andaj duhet mu prit momenti. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e zbriti Kur'anin grumull. Jo, moment. Ndodhë të diçka, ajeti, tak. Ndodhë të diçka, ajeti, tak. Edhe çdo njeri i cili thirr në rrugën e Allahut, a do me përmirësu e vladin e vet, a do me përmirësu bashortën e vet, a do me përmirësu vllavin e vet, apo kondo, apo baba, apo anasjeta çdo kohë. Pritë momentin e vëlla. Unë umit atë të fol. Po ti umit, por sa i umit të fol se si të gjithë momentin. Nuk ka nevojë më umit të fol. Ka nevojë ka mundsi një fjalë e rrotllon këtë jetën ja rrotllon. Ama pritë momentin. Jo njëri më thon, "Valla unë umit atë i fol, nuk ja lëshej." Do të më gjet momentin. Do të më prit momentin. Do të më gjet nevojën, rrethanën, përshtatshmërinë me zonë vën fjala. Jo kur të mundesh ti. Ja, andaj Allahu subhanahu wa ta'ala na ka mësuar në Kur'an që ti zgjedhim fjalë sa ti flasim. Qul li ibadi, thot Allahu ja thuaj robët mi, yaqulu allati hi ahsan. Kur të flasin ti fjalë më të mira në botë çka janë. Fjalë më të mira. Inna ash-shaytana yanza'u bainakum. Shejtani hin mes tyre. Shejtani thot, a di pse e pat? Për ti e pat. Për ti e pat. Në Egjipt një hoxhës ja me i hi cjapi, dhia, i hi në shpi, edhe ja kaç librat, ja prish librat. Edhe normal se i dhnohet me capin, me dhien, që ja ka prish librat, ja ka kafshu, plot ja ka prish. Edhe merr shkruan do artikuj edhe fjalime, edhe e nënshmon atë dhien. Dhijat janë kështu, cjapi janë kështu, fillon me nënshmu pi nervoze se ja ka hangër librat. Filloi njerëzit me reague. Thot ki mua të më qujtë cjap. A i tjetëri thot, ja valla, për mua të më qujtë, se unë jam delja. A nuk e din gjunaj se e ka bashkë me delën që ja ka hangër librat. Andaj sa njeri përshimë thot, valla me mua e pat. Jo be hadithi nuk e ka me kërkan. Po nëse e ka me ti e paq. Pse? A duhet hadithi mu të rejtë pse e ka me ti, a jeti mu të rejtë, jo. E nëse ka me ti, e merë për sipër dhe për miso. Andaj, duhet gjindet për shtatshmëria. Jo me thonë, ma gjujti mu, ti mos e maj menën këtu. Se nuk mundet me ja gjujt dietari, hoxha, afozi, vajzi, nuk mundet me ja gjujt 1 milion njerëzve, po edhe se e gjun përgjithshme. E nëse e gjen vetë përmirësohu. Andaj shiko që njëri tha, kur shkojsh te shtëpia, hoxha i vetë tha, kur shkojsh në shtëpi kallzo, se kam një vasijet tjetra. Shkurt. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Dhe kjo ka qenë metoda profetike Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shkurt. Po na dikush thot, e po ju hoxha Allah fol një kat. Dhe i folë gjallar folë një gatë. Pa nësë po morë në vesh, asë me shkurt asë me gatë. I folë shkurt, thot shka tha. Jas sharon, thot shka tha. As shkurt, as gatë. Cëla në ndrejsh neve, hajtë kalëzo. Mi thonë ti dikujt, Allah, sabër. Largojo. Jas sharon me hadithe, me ajete, me fjalime. Apet se mërvesh. Kështu që kanë ndryshu kohrat të ndëruar gjemaat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjali një umet e kanë ndrejsh. Me një fjali. I ka thonë Ibn Abbasit një hadith ja ka kallzu, tan jetën e ka mojt men. Tan jetën e ka mojt men. Mu për këtë arsye që ka qenë metodë profetike, mirë po zamanat kanë ndryshuar. Zamanat kanë ndryshuar. Andaj ka pas plot prej hoxhallarëve, të cilët mas kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mas kohës së sahabeve, janë mjaftuar vetëm me leximin e haditheve. Si kanë shpjeguar hiç. Edhe pse njerëz kanë kuptuar, i ka marrë sto hadithe që kemi të lexuar, edhe i ka lexuar, vetë i ka lexuar. Nuk i ka shpjeguar. Pse nuk i ka shpjeguar? S'ka pas nevojë, ka thonë ukria, më tha pejgamberi sa më kështu. S'ki nevojë ti mua çam ka thonë, e morë vesh. A ka thonë sabër. Mos u gut. Ama të na mi thonë 3 milion herë mos u gut, ai thot, a mos më gut e pa ta. Masi ta bojën nit keq thot. A sa dosh më guta? Po 3 milion herë të kanë thonë me mos u gut. 3 milion herë të kanë thonë ban sabër. 3 milion herë të kanë thonë ki frikë Allah, po nuk e lëshën. Andaj
metodë profetike që e kanë trashëguar dietarët nga pejgamberi alayhis salam, cila ka qenë të folurit shkurt. Ka thënë alayhis salam, Allahu ma ka mundsu me fol shkurt me kuptim të gjallë. Me kuptim të gjallë. Çka i ka thënë? Ka thënë ittaqillaha wasbir wala tastajil. Kjo rezimeja që ka ai me vite kam mësua ti, ose ka thënë që kjo kretë që kam dash me thana që kjo. Nëse i lexon çdo ajet pin fillim deri në fund. Edhe njëri thot nalu pak, e bona një hatme. Çka do të më bëjë tash? Tash do të më tut Allahit. Çe. Rezimeja kjo. A e bona hatme? A lexove Kur'anin po? A lexove këtë hadithet? A i dëgjove këtë? Njëri thot, e tash unë çka të bëj? Tash ittaqillah, tuti Allahit. A e mësove kush është Allahi? Lexove fjalën e tij, lexove fjalën e pejgamberit alayhis salam, po. Ke dëgjuar ligjërata po. Detyra jote më tut Allahit. Tut ju Zotit. Ki frikë Allahu xhelel xhelalu. Kjo është e para. Nëse lexojmë këtë Kur'anin, këtë hadithet, çka na japin në rezime? Ki hoxha i ka thënë sabër. Sabër. Allahu la shpesh thot isbiru wa sabiru wa rabitu. Bëni sabër. Mësane shumë sabër bëni. Shkoj përsëri Zoti i Madh. Isbiru wa ban sabër. Sabiru çka? Edhe më shumë bani sabër. Wa rabitu çka? Lidhe vetën sabër, lidhe. Sikur kur e lidhni diçka, mos më ra. Lidhe vetën në epsin thot nalu. Nalu se kam të nal. Nale këtu se në xhenem mos ka të nal magje. Allah na ruaj pi xhenemit ya rabbal alamin. Lidhe vetën, lidhe gjuhën, lidhe të keqen pi nefsit tan. Se atje që tërkusht me ndor. Atje që tërkusht me ndor. Andaj kretë rezumeja e Kur'anit cila inna Allahe ma'as sabirin. Allah ja me sabërlit. Sabër. Edhe rezumeja e Kur'anit cila e Kur'anit. Dy gjëra i ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala për birin e Ademit, të cilat njëra për birin e Ademit dhe njëra për shejtanin. Wa khuliqa al-insanu min ajal. Insani o kriju pit gutmës, nxiton ai gutët, apo nxiton. Edhe shejtani është i krijuar mbi zarmit. E zarmi kallet shpejt. E shejtani ja shfrytëzon këtë natyrë besimtarit njeriu të birit të Ademit të nxituarit, edhe është i me bosharr. Sa ta shohin i aram ha ta marr. Ti shohë do parë ti marr çtu. Ta shohë çata sa ka dalë mos u gut Allah. Ka ki frikë Allahu sabër, mos u ngut. Andaj këto 3 mesazhe thot Hasan al-Basriu ja ka dhënë rezumejen e këtë shpalljes. Këtë Kur'ani sa do me ta thon. Krejt hoxhallar ku flasin për Islam janë të dashur me të thon tut ju Zoti të ban sabër mos u gut. Wallahi me pas bë sabër s'kishte hien gjuna. Me pas bë sabër s'kishte hien kamat. Me pas bë sabër s'kishte ranzina. Me pas bë sabër s'kishte vjedh. Me pas bë sabër s'kishte bë gibet. Me pas bë sabër s'kishte lënë namazin. Me pas bë sabër s'kishte bë diçka çka s'do Allahu subhanahu wa taala. Mes tije edhe gjunaj cila kanë 1 minutë sabër. 1 minutë sabër. Wallahi sabër. Ti ki me bë sabër mos gjunajt. Ama jo. Ajo nuk vlen mo. Andaj Kabili ka bë sabër mos anë mos e ka vrar Habilin. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Ai ra pishman çka bani, ç'a bana. E Allahu xhela thot tash, çaçi humbur u bë, s'dike çka me bë me trupin e Allahut vet. Sabr, tastajil. Çiki vasiet ja ka pshtuar këtij na jetën. Çish ja ka pshtuar jetën? Ka hin shtëpit vet, edhe ka pa një burra i kanë familjari veti. Ka thon kush ka ki burri? Edhe ka marrë shpatën. Edhe thot musil na përmend fjala e hoxhës. Këta të cilët i luftojnë hoxhallarët, këta të cilët i luftojnë dietarët, a e dini çka dojnë mi u bë njerëzve? Dojnë mi zhit në dalalet, dojnë mi zhit në humbje, dojnë mi zhit në humner. Mos me pas më kurkush me thon mos pi drog. Mos me pas kurkush me thon mos pi raki. Mos me pas kurkush me thon me ndalu bitçijave. Ata dojnë një kaos, ata dojnë një anarki, ata dojnë një çrregullim me ndodh të njerëzit. Edhe ata të parë çka ju pengojnë në këtë agent kush janë? Hoxhallar. Ata me hoxhallar se kanë emën mbi emën, ata kanë me mesazhin. Ata kanë me vetë Muhamedit alayhis salam. Çka e ka bë hoxhën hoxh? Njohja e Kur'anit dhe hadithit pejgamberit alayhis salam. Domethënë ata se kanë me hoxhën, po e kanë me Kur'anin. Po nuk janë burra me dal me thonë e kena me Islamin. Përveç do palaçave që i dalin dhe janë nxjerrin në pa agjendat e tyre. Inshallah Zoti i shkatron ya rabbal alamin. Krejt ata të cilët bëjnë kurtha kundër Islamit, Allahu i bafti brat ya rabbal alamin. Që dojnë me ahekti popullit Islamit dhe me e përçaje.
E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ta shton islamin në mesin ton. Ti shton muslimanët dhe nderët në mesin ton. Andaj shiko kjo ç'a tha mu kujtuan fjalët e hoxhës, tutju Allahit, ban sabër mos u gut. U ktheva prapina, për stati herë tu lëvizu ka quaj kur e ka pa. Kizë me qalive familjar, maula është bë pjesë e familjes, s'ka pas lidhje as me zina as me zgurgja. Edhe kur i ka thonë çka ndodhi, ka thonë s'tash të kallzoj. Andaj marrja e mësimeve kuranore, futja e ligjëratës në kokë të pështon, ka mundësi ti ije mes teje dhe gjunaj dakik. Thu wallahi hoxha na kallzoj se du të mi pas frikë Allahi se xhenemi a Iran. Dakik të kujtohet, e lem. Dakik të kujtohet një mesazh që ta ka lanë dikush për të mirë. Edhe ti e shef. Thu mos e prek. Apo sa njeri thot jam kanë mes meje edhe gjunajt, dakika wallahi hoxha. Mu kujtue kështu një hadith edhe pështova. Andaj le të kujtohen fjalët e mira, le të kujtohen fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët e xhallarëve dhe imamlarëve, që mes teje edhe gjunajt me vnu perde. Vëno perde se vallahi nëse nuk vënon sot perde, atëra me lëkur ki me pagu në xhenem. Allah i rujt trupat ton pe xhenemit ya rabbal alamin. Tjetra të ndëruar xhamat. Ky kur u qu nuk e di çka të ndodh. E filloi me qaf, zotnin e vet. Tha, çka ndodhi, çka mësove, ku keve, çka ndodhi? Atar shiko ilmi. Tha ja pave hajrin ati studimi, ja pave hajrin ati mësimi. Tha po pasha zotin ja kom pa hajrin. Edhe hajri i para se ta pështoj kryen tyje. Ty ta pështoj, se kështu të vra. Se hina ndyshimun e ndëzvese. E çka qysh pështoj? Tha vallahi porosia e hoxhës tem tum për cjell për ka shpijat ka pështu tyje. 3 herë jam mat me të mshu me shpat në gjumë. Thot më kujtu porosia e hoxhës. Andaj sa jemi të nevojshëm për këtë dije, të cilën e ka mësu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ta frenuar veten tonë mes neve dhe gjunajt. Me të kujtu një ajet, ka thonë Zotin Kur'an zban qështu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zban qështu, më të kujtu me të nal. Jo ti me nefsin tanë mujit, jo ti me hi me anijen e nefsit tanë e me hi në qenë atje me bash ka dush. Jo, me nal vete, ka thonë del bregdet atje, del. Sa e jotja kjo? Kur ta shifsh një haram e thonë sa e me kën nale. Andaj të ndëruar xhamat, nga kjo ngjarje që ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad nga Hasan al-Basriu, nga një njeri i pasquar, më me rëndësi është ajo që e bën mësimin të shquar, është që ne duhet të marrim çfarë? Rezumen e ilmit dhe ta zbatojnë ata. Cila është rezumeja? Tutju Allahut, bën durim, sabër vëlla, sabër se ka përcen prit, edhe mos u ngut. Qof vezvese, qof shibe, qof dyshime, mos u ngut. Lejnë të dalë dilli, lejnë të qarohet, lejnë të bere gjaki, lejnë të bere temperatura, lejnë të qarohen gjërat, pastaj mërë vendime mirë, po të da shëfër se nesërme, e pas nesërme ka me kalzuhet diçka tjetër. E lusim Zotin e madhë, subhanahu wa ta'ala, që Allahu gjele gjelalut në mundëson që të zbatojmë urdhat e Zotit, urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala, me emrat e tij të lartë dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu muslimanët kujdes që Allahu të ndihmon, fuqaras, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima të vej, Allahu gjele të ndihmon. E sidomos e lusim Zotin ton te bareke ve teala që vëllezërit ton që janë në vështirësi dhe në luftra, sidomos në vëllezërit ton në Gaza edhe në Sudan, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu ta ndal dorën e zullumçarëve. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti on xhel xhelaluhu ta ndërpret këtë agresori, këtë brutalitet i cili po ndodh në mesin e muslimanëve. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ta zbat mëshirën e tij mbi ta edhe mbi neve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.